Ata nga takimi nuk do të ketë diçka, për shkak se takimi është i mbyllur, dyert janë të mbyllura dhe çfarë flitet aty, ndoshta do ta kuptojmë një herë pasi që të dalin edhe liderët e partive politike dhe të prononcohen për media. Tash është koha për një lidhje direkte, të cilën do ta bëjmë me analistin politik Lulzim Veliu. Lulzim, përshëndetje dhe mirë se po takohemi në lidhje direkte. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Luljevic, sa ka filluar takimi me presidentën, në fakt 9 minuta me vonesë filloi, i vetmi që erdhi në kohë ishte Haradinaj dhe Abdigjiku. Në fakt Haradinaj dhe Krasniqi, cilat janë pritshmëritë rreth këtij takimi. Po më rëndësi është që tani më në fund kemi një takim të gjitha subjekteve politike shqiptare dhe urojmë që nga ky takim të kemi një dalje pozitive, pra të del edhe tymi i bardh nga siç doli para pak ditësh me zgjedhjen e papës, pra që një nga zgjedhjet më të vështira, por ata arritën për një kohë shumë rekorde të zgjedhin udhëhecin e tyre, kurse ne në Kosovë kemi kaluar 3 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve dhe ende nuk kemi institucionet. Kjo është e papranueshme, është shumë gjë e keqe që po i ndodh Kosovës dhe uroj që sot pra me takimin e të gjithë liderëve politik me presidentin e Kosovës të marrë rrugë zgjedhja e këtij ngërçi politik që është duke ndodhur tani në disa muaj në Kosovë. Pra, Veliu, është një hap pozitiv që presidentja, themi kështu, e mori atë çelësin për të hapur atë derën ndoshta e cila për të hapur derën drejt konstituimit të kuvendit. Po patjetër që është një hap pozitiv, unë do të kisha uruar që një gjë e tillë të mos kishte nevojë të ndodhte, por tani më të kishim të zgjedhura institucionet. Mirë po, kësaj radhe elektorati në Kosovë vendosi që të mos i lej pushtetin asnjë forcë politike si e vetme për të udhëhequr, me sapo shifët, pra forcat tona politike në Kosovë, duke filluar nga ajo kryesorja që ka shumicën pas këtyre zgjedhjeve dhe udhëheq tani me qeverin, nuk e kanë vullnetin për bashkëpunim dhe nuk janë të gatshme të sakrifikojnë pozitat pushtetin në të mirë të vendit dhe të qytetarëve. Pra, kjo është një gjë shumë e keqe që po i ndodh Kosovës dhe po shihet se kemi të bëjmë me politikan dhe njerëz të papërgjegjshëm kundrejt qytetarëve, kundrejt votuesve të tyre edhe kundrejt Republikës së tyre, pra Republikës së Kosovës. Uroj që sot të jetë një fillim i mbar, që të paktën të kemi dakordim për zhbllogimin e parë dhe zgjedhjen e kryeparlamentarit ose parlamentarës, e pas asaj zgjedhje, pastaj futimi në afate kushtetuese, të cilat nuk do t'ju lejojnë një gjë të tillë të zgjatet, të stërgjatet. Dhe do unë nga këtu do t'ju kisha preferuar legjislaturës së ardhshme që një nga ligjet e para që duhet ta ndryshojnë dhe të marrin një vendim është që të gjitha gjërat në Kosovë të bëhen në afate kohore, në mënyrë që të mos kemi ngërçe të tilla. Pra, të krijojmë qeverinë, nuk arrim të krijojmë, të shkojmë në zgjedhje, nuk ka gjë të keqe, nuk është gjë që nuk e ka ndodhur vendeve të tjera dhe pse të mos u ndodhë edhe te ne. Mirë po, është e keqe që të kemi ngërç çfarë është duke ndodhur tani në Kosovë. Veliu, a mund të jetë rezultati i këtij takimi shembull një marrëveshje për zgjedhje ose një marrëveshje politike për një koalicion qeverisës, siç mund të jetë ashtu siç është diskutuar shumë vetëvendosje PDK? Po, unë për veten në shumë prononcime të mëhershme rreth situatës post-zgjedhore në Kosovë, kam preferuar dhe kam kërkuar me ngulm që që subjektet politike në Kosovë një herë për gjithmonë të vetëdësohen dhe të shohin rrezikun dhe problematikat në të cilat ndodhet gjeopolitika e sotme. Nuk kemi të bëjmë vetëm me Kosovën dhe me problematikat që janë brenda territorit të Republikës së Kosovës, por duhet shohim edhe gjeopolitikën e cila në as pak nuk është në favorin tonë dhe në këtë mënyrë të jem pak më të përgjithshëm dhe të arrijmë të krijojmë një qeveri gjithëpërfshirëse e cila do të jetë e fuqishme për të bërë të gjitha zgjedhjet që kërkohen nga Kosova e për të marrur edhe vendime të rëndësishme. Kur folni për qeveri gjithëpërfshirëse, Veliu, i referoheni propozimit të Abdigjikut që bëri për qeverinë në tranzicion, qeveri gjithëpërfshirëse?
Jo, propozimi i Abdis Gjikut ishte para një javë 10 ditë, po unë po flas me kërkesën time që e kam bërë që me mbarimin e zgjedhjeve, pra dhe me daljen e rezultateve, pra po flas për një qeveri gjithëpërfshirëse e cila do ta nxjerrte Kosovën nga kjo situatë çfarë tani është dhe do të ishte një qeveri e cila pa asnjë problem do të zgjidhte edhe presidentin pas një viti që është në kohë zgjedhore, por përveç kësaj edhe rreth negociatave që tash sa vite jemi me Serbinë. Unë mendoj se cili do të qoftë kryeministri i ardhshëm i Republikës së Kosovës pas një marrëveshje që do të arrihet patjetër se duhet arrihet. Pika e parë që ata do të ballafaqohen me faktorin ndërkombëtar do të jenë vazhdimi i bisedimeve me Serbinë dhe duhet të marrin edhe vendime të rëndësishme e ndoshta do të jenë edhe vendime të dhimbshme. E një gjë të tillë shumë më lehtë do të bëhej me një qeveri gjithëpërfshirëse e jo një parti apo një subjekt i vetëm cili do të qoftë ai. Veliu, tek sa takimi po mbahet tash, dyert janë mbyllur aty, nuk e dim se çfarë po flasin, cilat janë propozimet që mund t'i jap presidenti apo çfarë do diskutohet. Çfarë mendoni ju në fakt, më konkretisht se do të bisedohet në atë takim? Po në qoftë se nuk do të ketë një konsenzus për zgjedhjen e kësaj problematike, unë mendoj se presidenti do t'ju kërkoj që të krijohet një qeveri teknike dhe të organizohen dhe të shkohet të hipet një afat i caktuar për të shkuar në përsëritjen apo mbajtjen e zgjedhjeve të sëriqme. Unë do të kisha dëshiruar sërish po e them, një qeveri gjithëpërfshirëse, ajo që do të ishte në të mirën e Kosovës, në të mirën e qytetarëve të Republikës së Kosovës, se vendi pa qeverisje nuk mund të funksionoj. Kjo vetëm tek ne ndodh tash e 3 muaj. Edhe nuk për fatin tonë të keq nuk është hera e parë. Një gjë të tillë kem pasur edhe para disa vitesh në vitin 2017-2014. Mirë po, unë mendoj se duhet të bëjmë diçka në këtë drejtim që gjërat e tilla të mos na përsëriten. Pra, edhe për t'i tejkaluar të gjitha këto, atëherë gjithçka duhet të futur në afate zgjedhore, duke filluar nga konstituimi i kuvendit, zgjedhja e kryesisë kuvendit, pra dhe pastaj edhe te qeveria. Te qeveria ne e dim shumë mirë që një gjë e tillë është e rregulluar me ligj dhe brenda 3 javëve i mandatuari nga presidentja duhet ta krijojë qeverinë, të kundërtën mandati ka lënë te forcat tjetër politike. Veliu, sa është e logjikshme që kuvendi të ngel në zgjedhjen e kryekuvendarit apo kryekuvendares në këtë rast? Pra ka ngecur aty. Po kjo është e logjikshme vetëm kur kemi politikaj të përgjithshëm siç i kemi ne në Kosovë. Duke mos ndar asnjë pozitë dhe opozitë të gjithë së bashku. Unë mendoj se edhe partitë politike opozitare të cilët nuk po e dëshirojnë personin e caktuar nga lëvizja vetëvendosje janë duke bërë gabim, pasi të gjithë janë të vetëdijshëm se lëvizja vetëvendosje nuk i ka numrat për ta krijuar qeverinë dhe në këtë mënyrë është dashur që të votohet kryeparlamentarja në mënyrë që të kalohet në zgjedhjen në mandatimin e kryeministrit dhe pastaj t'i jepet mundësia 3 javore, pra si është e përcaktuar me ligj, në mënyrë që pastaj të ketë mundësi të kalojë te opozita. Mirë po, këtu po shihet qartë se asnjëra as pala tjetër nuk e kanë shumicën dhe kjo është forma e vetme për të kaluar kohën në mënyrë që për të peshkuar, për të munduar të arrijnë deri te numri i dëshiruar. Pra, unë mendoj se të dyja palët janë duke peshkuar deputet të vetëm pra individual dhe jo koalicione partijake. Pra, kush po e blen këtë kohë, Veliu? Vetëvendosja apo jo? Për të arritur numrat që i duan për formimin e qeverisë, më pas me ata numrat shkojnë shumë lehtë edhe konstituimi i kuvendit, më pas deri te formimi i qeverisë. Mendoj që përderisa vetëvendosja gjithsesi është e para që ka provuar të blej kohë në mënyrë që të peshkoj nga opozita deputet të cilët do t'i bashkojnë dhe të japin votin. Mirë po tani me marrëdhënien e votës nga opozita për kryeparlamentarin është dyshimi se edhe këta vetë janë duke e bërë të njëjtën gjë pasi nuk i kanë 61 numër për të arritur një qeveri nga
opozita, ose nuk e ka një marrëveshje që është parë qartë, pra që një nga faktorët më destruktiv në gjithë këtë proces është treguar lidhja demokratike e Kosovës, pasi fillimisht nuk pranoi ftesën nga lëvizja vetëvendose për të qenë pjesë e qeverisë, e pastaj opozitës i kërkoi që i pët posti kryeministër për të futur në koalicion. Pra është forca e tretë dhe posti kryeministrit është normale që nuk do t'ja pranojnë dhe nuk do t'ja japin asnjëra nga forcat e tjera që janë para saj. Të duk interesant tani që Abdi Xhiku pranoi ftesën e presidentes, jenë aty gjithë bashkë? Po mos harroni se këtu kalkulohet edhe me numra dhe me elektorat. Dhe çdo veprim që e bën si njëra ashtu edhe pala tjetër, e bëjnë për të munduar që ta ruajnë elektoratin e tyre, apo për të treguar se këta janë shumë të kujdesshëm kundrejt institucioneve të Kosovës dhe nuk ka asgjë tjetër. Dhe mendoj se si Abdi Xhiku, po të njëjtën gjë ka bërë edhe vetë kryeministri Kurti, pasi edhe përgjegjja e tij ishte shumë e vonuar kundrejt presidentes. Kundrejt presidentes? Po pra. Presidentja kur dërgoi ftesën, të gjithë të tjerët e konfirmuan ditën që morën ftesën, ndërsa Kurti e ka dërguar përgjigjen e tij shumë më vonë. Po ishte në fakt i fundit edhe sot teksa hyri në takimin me presidenten zotri Veliu. Mirë, ne nuk do të shohim këta pak minuta që erdhi me vonesë, mund të ketë pasur ndonjë telashe tjetër. Mirë, po flasim për përgjigjen në ftesën që është bërë nga presidentja. Po, por a mendoni se do të ketë kështu një diskutim 3 kundër 1 në këtë takim dhe 1 kundër 3? Në këtë rast Kurti me të tjerët dhe të tjerët me Kurtin? Pra, asnjë që Abdi Xhiku Haradinaj? Jo, unë mendoj se këtu do të ketë një bisedë 1 kundër të tjerëve. Në 1 me të tjerët, po flasim këtë rast presidenten me të gjithë të tjerët. Pra, unë mendoj se 1 me 4. Mendoj se përderisa presidentja ka ftuar të gjitha subjektet politike, ajo duhet të ketë edhe një plan që për t'ju ofruar atyre, e pastaj planin ata do ta shohin, do ta dëgjojnë, mirë po unë mendoj se do të ketë edhe propozime edhe nga subjektet e tjera, edhe nga subjektet politike. Çfarë propozime mendoni se do të ketë nga parti tjera? Për të Abdi Xhikut e dim, për të Lidhjes Demokratike shembull e dim propozimin, edhe të Kurtit në një farë forme e dim propozimin, ai ka pasur dëshirë të bëjë një koalicion me Po njëra nga kërkesat e para të opozitës, siç e tha edhe vetë Haradinaj para futjes në këtë takim apo një deklaratë më hershme sot, që do të jetë ndryshimi i emrit të kandidatit për kryetar të parlamentit në mënyrë që ata ta votojnë kryetarin e parlamentit. Mendoni se aty është gjithë diskutimi te krye parlamentari? Mendon që kanë me emrin e Agjut apo me të Kurtit? Jo, me sa unë e dëgjova është një marrëveshje partive opozitare që për kryetar të parlamentit të mos pranohet asnjë nga emrat që kanë qenë pjesë e qeverisë. Pra duhet të propozohet një kandidat i cili nuk ka qenë pjesë e qeverisë Kurti. Veliu, sa është e drejtë në fakt që partia e cila doli e para në zgjedhjen në Shkurtit tërheq propozimin e tyre për t'u bërë qefin, themi kështu, partive të tjera? Jo, unë mendoj se partia, si me kushtetut, ne të gjithë e dim se propozimi për mandatar, për kryetarin e parlamentit i takon pra për partisë së parë. Mirë, po ne të gjithë e dim se partia e parë për të krijuar qeverini duhen 61 vota. Dhe 61 vota e bëjnë të mundshme edhe zgjedhjen e kryeparlamentarit. Kështu që po unalëm dhe u kthym mbrapa dhe të shohim disa deklarata kur ishte në propozim për kryetar parlamentit kohë më parë zoti Kadri Veselish, mund t'i dëgjojmë deklaratat e oponentëve televizijës dhe ndosje edhe të kryeministrit Kurti që në çdo mënyrë kërkonin që kryetari i parlamentit duhet të jetë një person më unifikues pasi ka të bëjë shumë edhe me opozitën. E në qoftë se një gjë të tillë e kanë kërkuar dhe kanë këmbulur kohë më parë, duhet të pranojnë edhe kërkesën e opozitës.
Liu, ju falenderoj shumë që gjetët kohë për të inkuadruar sot në këtë edicion special. Ju falenderit shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Teksa presim që të zhvillojmë një lidhje tjetër direkte të nderuar shikues për të folur rreth pritshmërive që kemi sa i përket këtij takimi të shumë pritur. Regjia më njoftoni nëse kemi Nejmedin Spajun, komentatorin politik, politologun, për të bërë një lidhje direkte. Shkojmë shumë pak më pamjen të bizotron një qetësi, megjithatë në takim nuk e dim se çka bizotron diskutim apo qetësi, apo ndoshta janë të gjithë liderët partijak shqiptar duke dëgjuar presidentin Osmani teksa propozon rrugëdarjen, rrugëzgjidhjen të këtij problemi të krijuar nga vetë partitë politike.